Sot kufiri nuk do ju njohë më nga pasaporta, por nga fytyra dhe nga shenjat e gishtrinjve. Pra, nga 10 prilli hyn në fuqi sistemi Europian i hyrje-daljes EES, i cili ndryshon thelbësisht kontrollin kufitar në Bashkimin Evropian. Pra, ky sistem zvendëson vulosjen manuale të pasaportave me një regjistrim elektronik në hyrje-dalje të shtetasëve të vendeve jashtë BE-s, përfshirë dhe qytetarët shqiptarë. Në praktik, në hyrjen e parë, çdo udhëtar do të regjistrohet në sistem përmes të dhënave biometrike, fotografisë së fytyrës dhe gjurmëve të gishtave, përveç të dhënave të pasaportës. Refuzimi për të dhënë këto të dhëna sjell automatikisht refuzimi i hyrjes në zonën Schengen. Një element tjetër shumë i rëndësishëm që duhet theksuar është se qytetarët që kanë pasur probleme më parë në kalimin e afateve apo dëbimeve, ato që kanë ndryshuar identitet, si mbiemër apo pasaport, duhet të jenë shumë të kujdesshëm. Sistemi biometrik identifikohet përmes gjurmëve të gishtrinjve dhe njohjes së fytyrës, pavarësisht ndryshimeve të dokumentave. Gjithashtu, rëndësishme është dhe gjendja e dokumentave të udhëtimit. Pasaporta duhet të jetë e vlefshme dhe në gjendje të mirë fizike, pasi çdo problem mund të komplikojë procesin e regjistrimit në sistem. Duhet sqaruar se ky sistem nuk ndryshon rregullin ekzistues të qëndrimit 90 ditë në çdo periudhë 180 ditore i cili mbetet në fuqi. Priten vonesa në kufi, ndaj dhe qytetarët këshillohen të paraqiten më herët dhe të jenë të përgatitur për procedurën më të detajuar. A keni pasur ndonjëherë probleme në kufi? Shkruani në komente.